U pickua nga bleta humbi jetën alpinisti në Greqi. Një alpinist 46 vjeçar ka humbur jetën ndërsa është pickuar nga bleta ndërsa bënte alpinizëm. Mediat helene raportojnë se 46 vjeçari Damianos Nakos, ndërsa po ngjitej në zonën e Karathona të Nafplios, u pickua nga një bletë e cila i shkaktoi një reaksion të rënd alergjik. Ngjarja ndodhi në Nafplio të Greqisë, pavarësisht transportimit të menjëhershëm drejt spitalit. Nga miqtë e tij që ishin me të, mjekët nuk mundën ta shpëtonin pasi ai pësoi një arrest kardiak. Siç u bë ditur, 46 vjeçari i cili ishte babai një vajze, ja kishte kushtuar jetën natyrës dhe shërbimit. Si prodhues dhe udhërofyes malor, ai themeloi grupin e alpinizmit naturalist Argolidës. Ai ishte gjithashtu një antar aktiv dhe udhëheqës i ekipit të shpëtimit të Hermionidës, ndërsa shërbeu si president për 2 vite i korporatës përfitimit publik për sportin dhe mjedisin e bashkisë Hermionidës, njoftuan mediat greke.